Kanosi drejtoreshën e shërbimit të provës në Pogradec shpallet në kërkim 56 vjeçari nga Fieri. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Pogradec kanë shpallur në kërkim 56 vjeçarin Genc Llakaj, banues në Fier për veprën penale kanosje për shkak të detyrës. Sipas policisë, 56 vjeçari dyshohet se ka kanosur nëpërmjet telefonit dhe rrjeteve sociale drejtoreshën e degës territoriale të shërbimit të provës Pogradec Suela Llakmani. Kërcënimet pretendojnë se lidhen me faktin se sipas tij zyrtarja nuk është paraqitur qëllimisht në gjykatë, çka ka sill shtyrjen e seancës gjyqësore ndaj bashkëshortes së tij, e cila aktualisht ndodhet në masën e sigurisë arrest në Burg në IEVP Pjosk. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë së Korçës për veprimet mëtejshme, ndërsa vion puna për kapjen e 56 vjeçarit.